dhe mirë se vjen në kanalin ton. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stezi dhe Zylfo. Sot të shkojmë tek Lago di Garda. Do me thonë që do jetë një super vlog. E kemi larë, kemi bërë dushin, shikoni vlog, i kam tari, kam krefi, kam bërë çdo gjë. Pa pjastër, shikoni sa jam vërtet shumë drejta. I kam përdor, për flok kam përdor atëre këtë vaj, sepse na pyetni gjithmonë çfarë përdorim për flokët. Atëre kjo është vaji që po përdorim në këtë periudhë. Edhe këtë se është për ti drituar. I bëbe është mi kref. Pastaj kemi shikuar nga TikToku, do të thonë nga interneti, krërin, se e kemi ndruar, kemi marrë 3 krëra kështu, sepse është më vërtet super i mirë, edhe nuk vem është proprio i lehtë, edhe ja kushtojmë gjithëve juve. Ndërsa për shamput neve përdorim disa herë Pantene, disa nuk është bësh your hair care routine. Që ishu të thonë, përveç për shamput përdorim Pantene, Elvive, Garnier disa herë. Edhe në këtë periudhë jemi të përdorur disa shampo edhe balsame profesionale. Do me thonë, kanë kushtuar tipo 17 euro shampo, 17 euro balsami edhe maskër për flokët, por jam e vërtet shampo, do me thonë, ti jem vetëm të shkruajt aty profesional edhe janë mirë, po edhe Pantene është super i mirë, edhe ato në linja Garnier neve na pëlqen shumë ajo me kamomilla, super i mirë. Edhe tani kam hedhur tek fytyra, kam hedhur vetëm pak kremë. Edhe tani do bëjmë make-upin së bashku, sepse edhe për make-upin na pyetni gjithmonë çfarë përdorim për fytyrën. Atëherë do përdor pak foundation, sepse kam shumë pikat e kuqe edhe pak kuqe, dhe me thonë du mi mblu krejtë. Atëherë do shkoj të përdor këtë, që është Estée Lauder, edhe është Double Wear, edhe ky është nga Primark, e kemi pas marrë po tek Primark. Edhe kemi pas paguajt 7 euro, quindi nuk di sa foundation e mirë mund tjetë, por hajde atëherë. Këtë do e vej patjetër, po para duhet të provoj të vej concealer, shikojmë po funksionon apo jo. Edhe outfitat akoma nuk I kemi zgjedhur, por unë kam pas blejt fustanin e verdë, si mund, e keni shikuar videon e fundit, edhe unë duhet të vesh ata, ndërsa Eleni mund të veshë diçka të tjetër, dhe kështu mund të bëj një foto me fustanin të verdë për profilin tim, edhe pastaj mund gjejmë diçka tjetër me vesh unë me Elenin meçi. Pastaj ka disa goca që përdorin foundation edhe e vendosin me penel, ose disa tjera me beauty blender. Juve si ndjeni më mirë, nuk di pse, po unë me beauty blender, do me thonë disa herë edhe me penelin, por këto kemi Beatricën që penelat I përdor gjitha, për blush, për highlighter, për nxica, për çdo gjë, edhe nuk kemi besim tek penelat, sepse do me thonë disa herë Beatricia I përdor për çdo gjë. Edhe foundation e mbarova atë shumë. Tani dua të hedhë një gjë që është më vërtet super e bukur, e kemi blejt nga pak, ku është ka këtu brenda. është nga Maybelline, edhe është super I mirë. Ka 4 gjëra këtu brenda, ka primer, concealer, highlighter e BB cream. Ne e përdorim pak si contouring. Tipo, ne përdor më shumë këtu tek faqe, do me thonë sepse e përdor si bronzer. Se mua më pëlqen të jem e zezë në fytyrë, sepse duket që ka marrë diell. Edhe kur vendosim disa TikToka që jemi tek pasqyra edhe jemi jeshile, jo jeshile, por të verdha. Jemi të verdha, jo sepse lyhemi shumë, ose sepse kemi hedhur shadin e gabuar të fytyra.
dalim kështu sepse drita, si më shikoni edhe tani, unë jam e verdhe. Jo sepse kam vejt diçka të verdhe në fytyrë, por janë dritat. Janë drita që janë shumë të verdha. Edhe prandaj dukemi të verdhe edhe tek videot në TikTok. Mbasë, do të thonë, bazën që kemi krijuar, do shkojmë të bëjmë shqipiket, se është gjëra më e veçantë, sigurisht, sepse po nuk dalin mirë, del keq krejt make-upi, por edhe më e vështirë, sepse do rri aty minimus 10 minuta, sepse i dua proprio të bukra edhe krejt, sepse unë pa rime i shikoni si janë, s'kam fare. Kur i bëjnë, do më thonë që janë super të bukra, edhe si rimet ne përdorim këtë, së është nga Maybelline, këtu, edhe ky nga Essence. Atëherë, orë tani do të zjedh çfarë me veshë, sepse akoma si dimën, edhe si pasysh është normal me vesh shërts tani, sepse Stacy do me vesh, por mu do t'jetë pak toftë. Atëherë, vetëm i problem, se për mua është që është shumë shpejt me i veshur. Për mamë Ata jem të thonë. Po janë Po janë super të bukra, sepse kam një outfit me bë super i bukur. E di, por tani, jo. Atëherë, tani, nuk e di. Pse? Gjintat e shkurtra nuk jo, për fundin po. Po, shpjegoj pak këtë, sepse nuk e qenë. Shërtës janë për verën, që pikë basta, që invece funat mund t'i veshësh edhe në verë. No, në pranverë. Atëherë guys, në ndërkohë që Stacy po lyet, unë do bëj mëngjesin, do të bëj sukë, pjeshkë, sepse është me vërtet shumë, po shumë i mirë, edhe në mëngjes akoma ma shumë. Edhe një kiwi, se do të marrë të mi, sepse i kam këto. Be, hajde këtu, t'ikim poshtë. Më do në të gratë. Bea, saluta lì nel video. Saluta Bea. Ciao. No. Beatrice lei, guarda lì. Mos e mërzit mamma Beatrice, no. Che è anche bellissima, ti prego, Non kam të mërësit. Thjesht do të mësohet me edukat. Brava. Ok, leje kompjuterin të shih, tabletin. Atëherë, na trego pak outfitin e Eleni si u ke veshur ti? Kjo këmishë këto, pastaj pantulan të shkurtra, teksani, Edhe trench. Bea, po ti si e veshur? Na trego pak Bea? Guarda Qeqi. Mami plot me rroba sepse do i marri me vete, pastaj trego pak mua? Po. Atëherë, unë kam këmishën, body, shirt, teksanin të mamit, edhe unë trenchin si Eleni. Ne arritëm. Është pak ftohtë. Kemi ardhë një qik me të shkurtra, i qik. Helen. Atëherë, po do vesh xhupin, çfarë do veshësh? Si do menit ashtu? Mos më shtete makina se fshive makinën e huaj, e lave, brava. Se pasi qik pastër këtë. Atëherë, arritëm. Beja, aspetta. Do presim babin. Shkoti. Po na shikojnë krejt, sa bukur. Atëherë, Që të kërkur, mam? dua të bëj buste kaf. Si ke bërë kaf ti? E si, kam futi lomsh. Edhe më du mja futi lomsh, po. Jena po i gjej lapse.
Sepse unë I hedha ato Atëherë dua këtë. Luçon Luço. Luçidon si s'hishet, pastaj I veda me lap sipër. Wow. Wow. Ja sa bukur është vendi këtu, shumë bukur. Atëherë njerëz e kam harru pak ato. Jo, jam shumë. Nisu lali, jena për Dubai. Stesi, kjo rishtrëmt mami. Però atëherë, unë edhe baby Bea. Ku je moj? Ku je moj? Ku je moj? Kuku! Shpirti mami. Hajde. I lyve? No, perché sono abituata a fare palestra. Mami, ma quindi a che ora abbiamo il volo per le Bahamas nesër? Që rimasto solo il prezzo. Nesër mëngjes Mama, në italisht, sepse më fol shqip të skuptosh një asnjë. Ose anglisht po deshe. Sì, me që në latë. Atëherë, Stisi ka ditëlindjen në 10 orë bën 18 vjeça. Shkruani gjithë agjencive që t'i bëj një dhuratë në një vend të nxehtë. Ku të doni ju, se në Stisi nuk e ka problem. Edhe boll që t'jetë vendi nxehtë edhe ta çoni për pushime. Se pashaj nuk ka lek. Hajde. Edhe po do e gjeni agjencinë, ai personi që do gjej agjencinë do vi me ne. Bravo. Kush do e paguaj? Jo, agjencia. Po, agjencia po. Edhe do bëjmë një super sponsor. Esatto. Hajde tani të bëjmë një xhiro. Edhe të shohim ndonjë restorant të bukur që ku do të ham drek sot. Se nuk e di. Kjo është restoranti jam për sot. Hajde me ne. Bolle ke pse ç'a për smarit. Lagon e ke këtu liçenin. Ora është 12:55 minuta. Brava. Jena për bukë me hëngër. Duam të hajmë, ky restoranti është I bukur, mami. Po. Sepse aty është shumë I haptë dhe shumë I bardhë. Këtu invece është bukur, edhe fotot vinë mirë. Ka dritë shumë këte. Infatti aty përballë. Anche voi arrivederci. Cosa hai preso, Bea? Tregoje pak, Bea, tregoje. Cuoricini. Pensavi sole, cuoricini. Vai. No, raga, I cannoli, guardateli. Shikoni sa bukur. Sì, dai, camminate davanti alla telecamera, arrivati. Sorridi. Che buoni. Atëherë xhiron ton këtu në qendër e kemi mbaruar. Tani po presim mamin edhe babin që kanë shkuar të marr makinën? Po, me marr makinën edhe do hikim tek kaskadet, do shikojmë. Kemi bërë me vërtet shumë foto dhe shumë TikTok. Ky vendi na pëlqen me vërtet shumë. Përgetohemi shumë. Moving to the next. If you're done with your ex, then extra money, no extra stress, no extra worry. One eternity later. Atëherë sa rritem, unë undrova vesha një t-shirt yellow, ndërsa dhe mami undroi pak. Vesha këtë që kam një cardigan. Edhe Eleni, si jeti?
Si e ka mami që ka? Kam i fillë. Më shkrive. E kam brej tani. Gjë që sta prej, që te mami? No, që Mama e te? ka garë. Eleni, a dhe të Tommy Jeans? Tommy Jeans. Ku është? Ele aty janë parking privat. Infatti. Non sono nata mica ieri, Entries. Io ho i cartelli, non vado a sentimento. Ti puoi? Nuk e di mbe, kemi parë dhe ne. Un uccellino. Run, turu, turu. C'è un muletto. Bea sa i bukur që je. Bye Bea. Bella come me. Bre po Bea te mami, shpejt. Tu vai, io ti prendo, Guarda dove metti i piedi. Vai, vai. Piano, piano. Non correre. Depresim. Do shkojmë brenda do marim tiket që kushton 7 euro personi. Ose mund bëjmë 2 adulti, 3 children, do me po 28 euro. Si. Po sa janë children? Një. No, një children. 2 adulti, 2 adulti. 3 children. 2 adulti. Okej, dhe sot shohim. Kam shikuar disa njerëz që përdorin këtë, unë shpresoj që nuk do lagna aty brenda, sepse shumë njerëz e kishin. Edhe kam pak frit. Edhe ka edhe pak ftoftë, unë jam proprio veshë si më shje në verë, domethënë kam veshur një t-shirtë, pastaj gjintat e shkurtra, edhe asgjë tjetër. Sa softë. Duke se do lagë. Kam pa disa njerëz aty. Se duan të shkojmë. Daj, hajde t'ikin, çfarë po presim? Hajde. Do shkoj. Sepse këtë njerëzit kanë atë. Ua! Oh my god. Këto turistat janë të na pa me fe. Wow! Andiamo in natura. Vai, vai, vai! Se stiamo fermi ci bagniamo di più. Oddio! Bea! Bea! Bea, ktheu pak! Është e mërzitme. Eleni? Ma sono brutta? No, no. No, messa così. Così. Shikoni Eleni si u ka veshur. Jena për Dubai. Porsche po Ferrari. Mama, jemi prapë për Dubai. Tamam. Ku e lash? Tek agjencia. Atëherë njerëz ju do të i bëni stisit një dhuratë për 18 vjetorin që do e çoni në Dubai. Atëherë, si është puna, si do e çoni? O do mbledhim lek në Instagram, edhe do bëjmë ato rakolta fondi. Co-founder. Gjeni agjencinë që të çoj gjithë youtuberët, gjithë ato influencer shqiptarë E çfarë youtubera që i çoni, fillojnë të bëjnë video vetëm sepse kemi filluar ne. edhe Fillojnë. Kështu që me çu në Dubai. Ose në Zanzibar. ku doni juve, ku doni juve. Vetëm tik ndonjë vend. Ose që t'ju e qëj mamita. Kjo waterfall është me vërtet super e bukur. S'kisha qenë me vërtet një herë, po është me vërtet që e bukur. Edhe për krejt juve që vini këto tek Lago di Garda,
do vini këtu, sepse është me vërtet super eksperiencë. Shikoni sa njerëz paska. Është me vërtet super e bukur. Unë s'mund t'ju filmoj shumë me aparatin sepse me vërtet bjen shumë po shumë me ujë aty. Edhe s'dua që të më prishet aparati. Por do bëj disa video me telefoni dhe do i shikoni tek Instagrami. Sa shkall. Pasa, hajde këtu! U bëm qull, po ja vlej ti Barra Sheran, si që themi neve, ja vlej ti. Nuk e dim, duket se do të ketë edhe një tjetër. Ja vlej ti Barra Sheran. Po mo jemi bo. Po, ty të mi... Ska gjo. Qull. Hej, u lagë, Eleni është bëzi pula lagme. Mbaruam edhe para se të ishim kam thonë shpresoj mos të lagemi. Po, kam tritjen e lag me flokte, si me shenë dalë nga dushi. Janë të në pak krejtë që i në lagë. Po, lagjeni, do lagjeni shumë. Ma akullore, atëre tiket për ne ishte 4 të ndej edhe një i vogël. Beatrice s'ka kujti sepse është 5 vjeqe dhe i kemi paguajt 24. Po. Atëre Beatrice dhe Leni mbaruam akulloren edhe tani do hikim but first. Lasci che selfie. Jo. Ke ftoft ele? Pak apo shumë? Shumë. Però shumë cute ky tualeti. Jena për Dubai. Shikoni që kemi këtu pasqyren, këtu natyren. Dua të bëj një foto aty, sa të vinë. Mami me babin, 2 shoferat edhe Beatrice mistreca është aty. Jo. Bea! Guarda che bello qua lo specchio, l'hai vista che pa? Pasqyren sa e bukur. Dhe dita jonë për ta sot, mi sak që mbaroj. Edhe tani do shkojmë në shtëpi, kemi 2 orë rrugë, 1 orë e 50 të sa jo. Si, gati 2 orë rrugë, po shkojmë edhe ka që patë. Shumë kesh, u knashëm, qull. Okej, però s'ka ftoft, që proprio është nxehtë. Është lartë Leni. One eternity later. Arritëm. Oddio. Arritëm të hava, se s'marrë gjiro jonë, se ne thamë që Ikshim shtëpi. Nuk mbaroj. E vendosëm kështu. Surprizë. Shikoni flokët e tona. Atëre, është ora 11:30 më duket. Edhe tani po rikthehemi në shtëpi. E do takoj Monden. Edhe do hikim në shtëpi. Ja, nuk do të filmoj, va bene, s'ka gjë. Unë s'ke kamera? E veta Natë një mirë. baterien tjetër. Ah, che brava, Stacy është bo number one. Stash Janë kja kalu gjithve. Brava, kaloja me mamë, kalo. E si. Jena për Dubai. Do arim tek shtëpia pak si vonë, tani do qikojmë po do kemi forcat me fol pastaj sa të vim në shtëpi, sa të arrim në shtëpi, ose ndoshta do të dhe vazhdojmë nesër mëngjes se ta mydhim. Sepse me mydh tani kështu nuk është bukur. Ja. O nesër mëngjes ose sa të arrim në shtëpi, po besoj nesër mëngjes do flejmë gjumë, patjetër po.